Selamu alaikum, hoxhin nderuar, thotë a është e lejuar thotë në ceremoninë e varrimit të marrin pjesë edhe xhinia femërore? Fillimisht do thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar do thotë çka me shku me i bon vizit varret, do thotë jo xhinia femërore, po xhinia mashkullore. A kupton? E masane pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka leju, do thotë për xhinien mashkullore ka thonë apo vizitoni varret se vizitimi i varreve ja përkujton ahiretin, ja përkujton vdekjen. Ama çka është bon modë apo kulturë të na, apo që edhe gratë me marr pjesë apo në varrim, do thotë nuk ka prej traditës edhe prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për të arsye se kjo është një vepër edhe një punë e burrave. Apo edhe do thotë është prej farzeve kifaja. Apo se kemi farzul ain dhe farzul kifaja. Kemi do thotë farz të cilin do thotë dush me boti vet, edhe kemi farz që nëse dikush pi muslimanëve ban, lirohen do thotë musliman tjerë, e muslimanët e kanë për obligim, çka do thotë masi vdek dikush me ala xhenazën. E me çefinos, e me afal xhenazën edhe me përcjell tërë të varret. Po kjo është obligim i kujna? I burrave. Apo këta. Do thotë burra do thotë është obligim, nuk është obligim i grave, për atë arsye se gratë që shpe thonë apëton, shpesher të varret po bojnë jo probleme, jo për ngritin zonin, jo në vend se me përkujtu ahiretin, ato po qesin do thotë probleme tjera. Po kjo nuk ka problem, po problemi është ku çka do thotë na duhet me majt atë traditë, që do thotë e kemi mësue, edhe çashtu që na ka urdhëruar Allahu, na ka mësue pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E tash do thotë në kohën e fundit janë duke u vrejtë edhe do tradita tjera të cilat do thotë nuk i kemi na tradit. Sikur çka për shembull kur po vdesin sidomos profesor ose politikan ose për shembull tituj apo këton, mjaftu çish më thon një kunor me lule ose çish më thon me varros me tabut, më vesh ose mjashtru tani drasat e poshtë dhe do thotë duke u largue prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah na ruaj apo këton. E për këtë arsye do thotë na duhet me bë me dije, se pa marr parasysh se sa je i më madh, ha? Ma të bëj për shembull se mbreti Saudi sa ka dikush për neve. Çka ka pasuni më shumë se ai s'ka. E kupton? Ama çka do thotë kur vdiç thojna për shembull Melik Fahdi, e kanë marrë kanë mbështell në çefin, e kupton? Edhe e kanë varros sikur këtë musliman çka varros, e kupton? Varr thjesht. Saqë do thotë çaj varrim apo sebeb që me pranu një prift islamin. Për çka? Ka thonë këshire. Gjatë ki njeri i madh, pe varrosin sikur këtë njerëzit e qerë. E ç'kjo është ajo barazia e islamit. Ti mund të shmo sa dush i madh, ama përpara Allahit jeni saj. E kupton? Sikur ai me çefin edhe ti me çefin. Ashtu që do thotë muslimani, do thotë duhet me jetu si musliman, po duhet me vdek si musliman. Po edhe me lanë malet që ku të vdekë me përcjell si musliman. E jo do thotë sikur disa kupton, kja filan fisteki, sikur për shembull thojna Ibrahim Rugova, vdesh edhe ka shku te varret nuk dihet a ka shku si muslimana, si krishtera, si budista, si ku e di çka apo këtë. A më resh? Edhe shpesh na për shembull e shohmi, për shembull mbledhen me nderu thojna për shembull tani shehid 1 minutë heshti. E ku na kjo 1 minutë heshti? Do thotë që 1 minutë heshti nuk është i joni, apo këton. Dërsa na e dina se ajo ka për shembull musliman, e ka fal namazin, edhe ka pas frikë Allahu dhul xhelal, edhe prej besimit që ka pasën, ka dalë me mbrojtën adhëun e vet, apo këton. Edhe më në fund, do thotë mas këtë këtin gjonave, sikur shka ka për shembull Adem Jashari i cili ka vdekur me Ramazan, në ditë Ramazanit, shkojnë te varri dhe thojnë 1 minutë heshtje. Po ku be lutja apo këton, ku duaja, ku selami apo këton. Për të cilën ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kur thuti assalamu alaikum dar qaum min almu'minin antum musabiqun wa nahnu lahiqun. Çka do të thonë shpëtimi i Allahit qoftë mbi juve o banor të këtyre shtëpive. Ju keni shku përpara neve namaz juve. Allahu dhul xhelal i fut drit në varr çatina e rifit çka i të dhon ti selam. E faktikisht ti shkon te varri aty kur një çfarë selami, kur një çfarë duaje, ter shkove ter u ktheve. Çfarë do bie? Kur një çfarë do bie. Ama çajo është, pse se na për çitapet e tinëve, na për bindjet e tinëve të komunistave, do thotë nuk ka si lutje. Këto lutje janë në çitap, janë sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për atë arsye pra na duhet të mësue çitapin ton, sunetin ton, traditën ton, çashtu që na i kanë mësuar do thotë hoxhallarët e ton, e kemi për obligim na më mësuar do thotë rinjës ton, edhe çështu me vazhdu. Nëse çështu vazhdojna, do të kenë dobi edhe ata të vdektit pineve. Po nëse e ndryshojna,
ata kanë me pasën shpërblimin e vetë, çka kanë punu veprat e veta, ama ti s'ki me pasë këni çfarë do bie. Inshallah Allahu Dhul Xhelal na udhëzon dhe na drejton, se ka dëni herë si hoxhallar na po bina në pozicionet palakmueshme. Se ti çfarë ke shku te vorrët, të shtaj te vorrët më thonë heke pisanikit, ose pse si ke shtin çefin, ose mos javno çat lule, atëre më bot çish më thonë një haos aty te vorrët. Erifat kanë çish më thonë dhimbje, kanë çish më thonë mall, kanë çish më thonë emocione, e ti në ato emocione, në ato probleme ti apëton plus me qita dhe regla qera, nuk ka është e pëlqyshme. Asa i thojnë, apëton poeti ka thonë prit e punën pa o bon se kur të bonhët, hajde mërë mos ban zonë, apëton. Dhe thotë ma o bon, mos zonë mos ban, e du të me bo zonë qëtaj, apëton. Në qëto me gjliset tona, apëton, apër në për gjamia tona, në për nejet tona, sa se kina qu të vorët. E për atë arsye dhe thotë këshilla ime çka është, që kur dikujna dikush i dek, hala para se me shku me janë nxerr dokumentat, e hala para se me hapën lajmin, është mirë me morë telefonin dhe me thonë, o, hoqë, më ka dek baba, ose më ka dek vllavi, ose më ka dekën migja, a ban me ardhë me u konsultu se çish do të me shkue ceremonia, apo procedura, apo agenda, apo protokolli për shembull i vdekjes. Më u konsultu me një hoqë, masë e hoqëja i thot, apo këton, ban më konë filani, po ban me majtë filan fjalimin, ma është mirë me ala gjenazën, me pështel, me qefeni, me parfimose, me akazu dhe thot reglat të cilat do të. E jo për shembull na i shohmi apo këton dikush bot me ndje madhe hakat apo këton te vorrat aty me qitë rregulla të reja apo me kallxu apo këton tradita të cilat nuk kanë të bëjnë, do thot as me dinin, as me fejen, as me kulturën tonë islame apo shqiptare. Bile spaku bile vdish si shqiptar, hajtë thojna mos vdish për shembull thojna si musliman, po ku bjen do rregulla shka shqiptar si kanë pas. E për këtë arsye do thot janë disa punë të cilat i thojnë këto te Maqedon. Da ne ma shame babi i zhabi. Kapitan, mos t'i përzina në thot na këto terme, po t'jemi do thot qartë, ta dina se çka punojna për mas, edhe ta dina apëton se qysh me i vazhdu disa gjanat të cilat ti kemi pas me shekuj, apëton mesin tonë.